العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Allahun e madhuar falenderojmë vetëm për këtë ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i familjes e tij, shokët dhe gjithë që i ndjekin në rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërlozërim sot takimin e radhës dhe do të vazhdojmë me leximin e haditheve që i ka përmbledh Imam Buhariu rahimahullah në librin e tij El Adab al Mufrad. Kemi marrë në takimin e kaluar një hadith që flet për një realitet të rëndësishëm, një mësim që na tregon se besimtari ka duhet me u rreshtu, me këtë duhet me u pajtu, çka duhet me dasht, e ato që kemi bërë në takimin e kaluar. Nga se shpirti i njeriut e ka një prirje, shpirti i njeriut e ka një anim, dhe vazhdim nga prirja brendshme që e ka dhe ushqimi që e merr, ai edhe pastaj rreshtohet me të mirët apo me të këqijt. I pëlqen dhe i përshtat e mira ose fatkeqësisht i pëlqen apo i përshtat e keqja. Nga se shpirtat janë realisht një ushtri e rekrutuar që aktivizohen, lëvizin, mobilizohen varësisht nga thirrja që i përshtatet. Pastaj Buhari rahimahullah ka përmendur një kapitull tjetër që në aspektin ndoshta të jashtëm nuk ka lidhje shumë me kapitullin e kaluar. Por megjithatë në meditim pak më të hollë gjejmë se ka lidhje. Këto kapitulle e ardhshëm vijus që do marrim sot, thot Buhari rahimahullah, qaulu ar-rajuli inda at-ta'ajjub subhanallah. Njeriu në rast të ndonjë habie apo çudie duhet të thonë subhanallah. Do të thonë njeri në këtë botë ndodher has në situata ndryshme. Situata që janë të frikshme, situata që nxisin për shembull qeshje, nxisin për shembull pikëllim, nxisin habi, çudi e kështu me radhë. Dhe në gjitha këto situata dhe kemi marrë të kapitullet që kanë qenë të lidhur me lutjet atje pak më herët, çka do të thonë këtë situatë. Edhe në këtë situatë ku njeriu dëgjon diçka që është shumë e çuditshme, e jashtëzakonshme, reagimi i muslimanit çu duhet të qenë. Nga se kanë reagimet tona për shembull mund të jenë reagime ndoshta jo të nivelit duhur. Jo të nivelit të duhur. Për shembull më dëgju diçka njëri çuditshëm më thon po ku ose diçka që nuk ka reagim i nivelit të muslimanit. Muslimani me reagu gjithmonë përputhen me udhëzimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këtu Buhariu ka bërë një hadith që ka shumë dobinte, në kuadër të tij është edhe ajo që po flasim për të. Këtë hadith transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu ta'ala anhu, i thotë, e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë, do i dërguar jon Muhamedi sa më ka thonë, bainama ra'in fi ghanami ada alayhi dhi'bu fa akhadha minhu shatan fa talabahu ar-ra'i. Një bari duke i ruajtur delet e tij, ja ka sulmu kopen e deleve një ujk. Dhe domethënë ja ka marrë një dele. Pastaj bariu i është vërsul e ka njek me mjetët që ka pas që me shpëtu delen. Në këtë moment, duke ndjek ky njeriu ujkun, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, është ky ujku i ka thonë njerit, çka të më mëni aty për ditën e yamus sab'a, dita e gërsinave, kur nuk do të ketë për delet çoban tjetër pos meje. Ujku do të jetë çobani i deleve. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në transmetimin thotë, fa qala an-nasu subhanallah. Njerëzit që ishin pranë sahabëve thonë subhanallah. Don janë çudit çysh ujku më fol, se s'është kjo zakonshme. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, fa inni uminu bi dhalika
ene wa Abu Bakrin wa Umar. Në këtë që po u arrëfej juve, besoj unë, besën Abu Bakri dhe besën Omeri. Kjo është hadithi i parë që e ka pranë Buhari rahimahullah. Të ndërrozën nuk është e pazakonshme që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shokëve të tij po përmesynë me na rrëfyll neve për raste që kanë qenë të kaluara në popujt e mëhershëm. E në popujt e mëhershëm ka ndodhur që me pas raste kur kanë bëva ki çështje të habitshme, çuditshme. Ose edhe gjëra ndryshme me kohën. Ka pas kohëra kur ka ndodhur sene të habitshme. Edhe të ndodhin sot, po janë të rralla edhe nuk përcjellen. Edhe këto raste na se kështu ditë, po pejgamberi alayhi sallam Allahu ja ka mësuar e ka thonë përcjellu njerëz që kanë ndodhur me një kohë pe kohrave. Andaj këtu kemi diçka të pazakonshme. Çka është e pazakonshme për neve? Uji ku më fol. Të ndërruar vëllazër, është e pazakonshme në jetën tonë të përditshme. Është e pazakonshme për neve. Mirë, po Allahu që e ka mësuar njërin me fol, a ka mundësi më mundsu ujë këtë moment caktuar me fol? Ka mundësi? Ka mundësi. Në Kur'an e gjejmë të shkruar se ditën e gjykimit do të flasin edhe disa gjymtyr të njeriut, jo vetëm goja e tij, si dëshmitar. Kur njeriu me gojën e tij tenton me arsyetu tek Allahu i mënduar edhe me igaprizia, Allahu ja mbyll gojën, thotë në flet për dora, dëshmitar se e ke bëu këtë punë. E flet koma e tij. Qase Allah që ka mësuar njeriu me fol me gojë, ja qet gojën të dora, të koma, ku doni atë ai, është gjithë të fuqishëm apo? Andaj ne besojmë në këtë që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam, dhe para kësaj besojmë në atë që Allahu ka thonë se ditën e gjykimit kundër njeriu kanë me dëshmu edhe gjymtyrët e tij. E kur e kanë dëgjuar sahabët kanë thonë subhanallah, që kjo është hadithi që e ka vënë Buhariu këtu, që njeriu kur dëgjon diçka të pazakonshme, çuditshme, do të më reagu që duhet subhanallah. E pse këtu është reagimi i duhur me thonë subhanallah? Pse për shembull sot reagim i duhur me thonë reagim i duhur nuk është me thonë për shembull elhamdulillah ose me thonë la ilaha illallah? Për shkak se të bëhet fjalë të ndërlozur fillimisht për diçka të pazakonshme, që njeriu në esencë ka mundësi mos me besu. E fjala subhanallah është dëshmi se Allahu është i pastër nga çdo emet. Allahu xhallahu ala flet veç të vërtetën. Edhe në këtë rast, domthon subhanallah, larg asaj, domthon më na shkon mendja se është e vërtetë. Larg asaj. Larg asaj që ka thosht te dërguari i Allahut, na me mënyrë nuk ka çashtu. Ama habi për avjen. Don habia është normale, është reagim normal i njeriu, i natyrshëm, habia. Për shembull, ka përmendur pejgamberi hadith nga rastet e kaluara se ka ndodhur për shembull në rast, shikoj këtu në raste të veçanta, një herë me mira vite, kjo s'ka ndodhur ditë për ditë, por ka ndodhur një herë. Për me kallëzu diçka që komendon të ardhmen. E Allahu ka shpërfaq njerëzve një ngjarje që komendon të ardhmen përmes një kafshë. Allahu xhalla xhalali mëson njerëz me çka don ai. Me çka don. Për shembull, me çka e ka mësuar njeriu me vorros vllahun e vet? Kur e ka vrarë birja Ademit vllahun e vet, me çka ka ditë? E s'ka diçka me vëmë to. E ka vrarë vllahun e vet, s'ka diçka me vë. Fa ba'atha Allahu ghuraban. Allah ka thënë një korb i cili ka mësuar çish me gropu. Korbin e ka mësuar që do të më vorros. Në këtu ndëshmite ndërmend se njeri nuk është superior, nuk është gjithdijshëm, është ignorant, po ka aftësi për me mësu. Do njeriu ka aftësi me mësu. Kur e mëson dikush, në këtë rast kush është ai që e ka mësuar njeriu që nga fillimi e gjithmonë Allahu xhalla xhalu. Shkënë se për shembull shohim edhe prej pajisjeve të caktuara, të sofistikuara për shembull, që i ngjajnë ndonjë kafshë, ndonjë shpendin të jashtëm, e kanë marrë, kanë kopju njerëzit, çish bën ai, çish duket ai, çish fluturon ai, çish ecaj, për shembull edhe
mbasoj janë shërbyer dhe kanë bërë për veten një për shembull pajisje të tilla. Dhe njëri mëson, po fatkeqësia e njerëzve se nuk është falërues. Allah mëson njëri pa ai, unë e kumbo, unë e di. Ku e ke ditë apo? Ku e ke ditë apo? Në mos mi pa shpend që fluturojnë në hava. A kështu di që është e moshë me fluturu? Jo, ato. Ne frymëzojmë nga shpend, nga ato na frymëzuese, e mund të shme qenë kapten. Tash më duhet më që shme e bodhna me ungjit në hava. Ose në ndetë, se për shembull. E shumë tjera. Dhe sahabët nuk kanë thonë që, për shembull, që kjo shpeje, për nasë për shumë kështë më ragovër. Që po thu, mi thonë pejgamberi sa, jo, ata kanë besu, ata kanë besu, s'ka qenë kjo qështje, s'po besojmë në veç konë, subhanallah, sa qëdisme, dhe i bunjet e kellem, ujkë flet, që qëdit natyrshëm, qësh natyre e njeri të reagon. Ama kjo reagimi të s'ka qenë kontestimi i lajmit, absolutisht. Dhe kjo është një mësim të ndërrodhë dhe që marrëm se aja që ka vjen nga Allah dhe pejgamberi na besojmë. Na besojmë. Edhe pse ndoshta, aftësia jonë logjike për ta perceptuar nga gjitha anët është e vënuar. E vënuar. Për shembull, të ndërrodhë, sa gjëra të kaluarën, kanë qenë absurde me besu në to. Jo, më qasë. Shish, të mundshme. Tash është normale. Dhe tash mos me besu, thënë ti, qysh, ku përnën ti. E po, merë për shambull televizionin, merë për shambull internetin, merë për shambull telefonin. Pra mi kalëzu për shambull dikujt për stërgjëshve tonë atja, po që me fotografie, me sa në flet njëre, ose shumë që di që ndodhën për shambull. E në të mundshme. Po qëka është dashtë me ndodhë që na më besu, me kalu kohë. Ka kalu koha që është zbulu, edhe na besojmë. Ata s'kanë qenë në kohën, kur ka qenë e moshë me besu, s'kanë besu. E të Allahu Gjellewala të ndërëvëzë, alun rëllë koha, Allahu ta i duhet pa kohë, dhe sa në me ditë? Jo, absolutisht. Allahu Gjellewala nuk është invarën nga kohës nga veni. Allahu Gjellewala nuk është invarën nga kohës nga veni. Ati si duhet as veni, as koha, nuk i duhet Allah as gjë. Kështë i pavarën nga gjithë shka. Ndaj, Allahu Gjellewala kur fletë për i që ka komendodhë, ose ka ndodhë, ose na besojmë. Ne kemi kusht veç me u vërtetu saktësia e transmitimit. A është në Kur'an? Po, u kry. A është e vërtetuar se ka thonë pejgamberi alësëm? Po, është vërtetu. Në rregull, na besojmë. Edhe pse mund tjetë diçka jashta, normale s'to. Kjo është reagimi muslimanëve. Dëgjuam dhe u nështruam. Sami'na wa ata'na. Dëgjuam dhe u nështruam. Nas nuk vetëm shumë tani. Po jo po thonë ju kanë thonë. A ka thonë Allah dhe pejgamberi? U kry ke punë. Çka është edukata muslimane? E tani se lagë është që dëshëm themi subhanallah. Subhanallah. Allah është i pasur nga çdo emet. Larga asaj na me kontestu fjalën e Zotit. Larga asaj na me kontestu informatër apo lajmin që na pejgamberi. Po na po çuditim më. Edhe këtu ka thonë ujku të ndërlozë. O kejfe la jaumë s-seba. Sot ti po e njek, sot ti po e pështan, dhe me thonë delen. Pse? Pse ka bari besnik që i luftën me ujkë, apo me mjetët që i ka, nështë, me qetë që i ka, me mjetët që i ka, me pështu një dele, nuk ja falë. Ka thonë, qëka ta mëran ty për ditën e egërsineve? Ditë e egërsineve të ndërvëzër është aludim në ditët ose kohën para ditës e gjykimit. Ku njerëz ka me qenë të angazhuar me ndodhit e ditës e gjykimit, me ndryshimet e mëdha që kanë punë ndodh, kanë milion baktin, kanë milion s'ka me pas mundësi marrë me to. E pastaj, kush ka me usil lërshëm mes në baktive, o i qitë, e gërsin ato. E atë ditë ku shërun, kur one e vije i ruj, e shërun ujku. Pra e të ndërozër, pra në për shambull, nëse njerëzit, ashtë mëse, kjo ka me ndodhë ditë nga, po,
në kohët e fundit, para se më dhëtë kiameti pak kohë, ka me ndodhë kjo. Ku njerëzit nuk kanë me qenë mu, do me thonë të interesuar për bakti, për kurse, ka me qenë me shpëtu vetë, se ka me ndodhë në gjërat mëdhaja që njerëzit kanë me levizd, rrëdhë dyndjeve të ndryshme, poshtë e përpjet, lindje, përëndim, sikur se janë të transmetuar në shenjat e ditës së gjykimit. Mirë po, kjo mund të mirët edhe si shambull në jetën tonë të përditshme, për shambull të ndërvëzën, ku njerëzit nuk kanë barit mirë. Nuk kanë barit mirë. Çka e bën me bariu i mirë i njerëzve? Udhëhec. Kur familja s'ka udhëhec të mirë. Kush e këqyr atë familje? Ujku. Ujqit e ndryshëm, që menzi presin me e rrëmby viktimën, apo? Kur s'ka krye familjarë, që e ruan familjen, e ruan qikën, e ruan djallin, i mbron, si len udhët këqia, si len me i kap ujqit e ndryshëm, apo? E ngan me luftu kër e kap dikush me rrëmbyt, ja me marë së të ke marë, se jemi është, që të rrë mirë situata, që të rrë mirë koha, që të rrë mirë familje, pëse? Që ka bari që e ka shtagën dorës, len me marë kur kush, ata që i ka në kujdesje. Kur s'ka bari, që ka bëtë? Kur s'ka kush kujdesit, kur s'ka kush e vetë qikën e vetë, ku kebre bide që ta është, ka përshkon kështë të veshme, apo, me ka përreng kështu ta, ka jetu njësë, s'ka kush e vetë, s'ka kush kujdesit, që ka ndodhë me te? Tani ujqët e mahallës, e ujqët e qytetit, e dërshëm tani veç, me zi presin, ka fsho një, kap një, me të rjek, zvarë u dhe të këshia, kështë më radhë, për faktin se, s'ka bari, s'ka kujdestarë, s'ka kry familjarë, qashtu të mere pastaj nivel shoqënor, kur s'ka nivel udhëheq të mirë, që e runat vene, e mbron, nuk den me shku pashtë, as resurset, as pasurit, as kapacitetet, as kuadrot, i shfrytëzon, nuk le me marrë dikush jashtë, po ja, qëto, ben ju në shikë, kur ti marrin tonë, tani, dikush në tja i bjen që, ku jeti, me rujt venin tëne, poplin tëne, atër ojë që të dëshëm, ti marrin, ta kapin rinin, ta kapin, edhe tukën ta marrin me mujtë, kejt i marrin në fëmë. Dhe i udhëhec i mirë, një bari i mirë, në kuptim pozitiv, a i luftan me ojë që e me arije, me qatë mundet, se qatë mund e ka, me rujt kopene vetë, me rujt venne vetë, me rujt ata që i ka në përgjithsi me i rujt. Kur shëndëmonë, të ndërvëzër njerëzit e zhvlerësojnë pozitën, mirë me interesa individuale, personale, apo njëkin e epshën e vetë, harrojnë venin, harrojnë qytetarët, harrojnë poplën e vetë. Tani këtu njerëzit ahën e vrahën me zvetje, kush qështë mundet e me... Allah në rrujtë pekonëve tila. Allah në rrujtë pekonëve të liga dhe pse, ka që një hisë e madhe kësoj për në bindë neve kere, mu balëfaqu Allah në rrujtë. Allah në rrujtë. Shiko sa shumë në mësën pejgamberi për jetën e qysh më udhëheqje, kanë me vendose, ku është me i marë punë dore, jo gjithë kush, që është i papjekur, i papërgjithshëm, e kështë më radhë. Edhe nivel familjar, po edhe shoqënore, shtetënore, botënore, në gjitha nivellet. Pastaj të ndërmëzër, në fund ka thonë pejgamberi s.a.s. Fa inni uminu bidhalike, ene vë Abu Bakr në Umar, në këtë që jo përmana, besoj unë. Normal, se në krejt që ka transmitu pejgamberi s.a.s. nga Zoti i tij, ka qenë i pari që ka besu në të. Qysh mund pejgamberi s.a.s. me kërku nga njerëz me besu në diqka, e a i thot, unë e s'jom të besu fort, veç ju ndaq besarin, në konë kështë? Së më konë kështë? Në gjimë për shumë të disa fe tjera, a i bashkë kryesori tyne, ose udhëheci, a i bashkë që duhet me besu në ato qka, a i thotët, zdi o bashkë është të veç që se përqyruun. Ja, së më konë që është të që a feja është pa kaush me ke punë. Na besojmë bëndë shumë, unë e besojnë qëta. Unë e që përjetëm besojnë qëta. Se ka thonë pejgamberi s.a.s. Ama shikoni pejgamberi s.a.s. të ndërru në vëzër, ka thonë besojme në këtë edhe i ka përnë 2 njerëz tjerë. Ka onë një të smetim të të cakt që Ebu Bekri dhe Omeri s'kanë qenë prezent. Kanë qenë dikon në zonë punë tyne,
kur e ka përmend këtë hadith pejgamberi s.a.s. s'ka qenë prezent Ebu Bekri edhe Omeri, dy shokët e afërt pejgamberit alayhi salatu wasallam. Ai që ka thënë pejgamberi, unë besoj këtë. Beson Ebu Bekri edhe Omeri. Çka mund më garantu ata që kanë këtu, s'po kam i vet. E kanë dëshmuar ata. Ata e kanë dëshmuar sinqeritetin në besim, vërtetësinë. Andaj ka garantu pejgamberin për besimin e tyre. Unë e garantoj se ka besoj. Shikoj çfarë niveli ka mri Ebu Bekri në iman. Me garantu për besimin e tij kush? Pejgamberi e son. Omeri radhiyallahu ta'ala anhu. Andaj të ndërmëzër Ebu Bekri dhe Omeri radhiyallahu anhu, këto dy shokë të pejgamberit alayhi salatu wasallam, këto dy njerëz që e kanë shoqëruar Muhamedit alayhi salatu wasallam, një njerëzit më të mirë, një njerëzit më të mirë, merrni këtë rregull mësim. Një njerëzit më të mirë, më të devotshëm, më të sinqert, besimtarët më të kompletuar, historitë njerëzimit mas pejgamberëve. Pejgamberët janë kategoria e parë. Muhamedi sallallahu Ibrahim sallallahu Musa sallallahu Isa sallallahu. Pejgamberët këto janë në nivelin më të lartë besimit, në nivelin më të lartë të adhurimit e përkushtimit e devotshmërisë. Pejgamberët mas pejgamberëve për njerëzve, njerëz më të mirë në fytyrë tokës, pe Ademit alayhis din kiamet janë Ebu Bekri dhe Omeri. E për këtë ka argument hadithet pejgamberit alayhi salatu wasallam. Edhe Ebu Bekri dhe Omeri nuk janë më të mirë veç në umetin tonë. Për të nasi musliman po, s'kan konkurrencë. Po edhe në popull tjetër nuk ja gjon Ebu Bekrit shoqin e vet. Nuk ja gjon. Nuk ja gjon Ebu Bekrit në shok të pasues të Musait alayhis salam, nuk ja gjon. As të pasues të Isait, as të pasues të Yunusit, as të pasues e Salihut alayhi salam, me Nuhin, ja s'ka shok. Ebu Bekri s'ka shok. As Omeri radhiyallahu ta'ala anhu. Shpërnata ndërmëzët, këta njerëz me këtë pozitë që e kanë, me këtë vlerë që e kanë, me këtë dëshmi të pejgamberit për ta, që ka dëshmu pejgamberit për ta, mos shkavit ka dëshmu pejgamberit, mos shpalljes, që pejgamberit s'ka qenë zemra tyne, po Allahu xhallahu ala ja ka shpalli, ka unë qëta dyki ma të mirë dhe thuj që shru tjenë. Ka dëshmu për ta pejgamberit, e ka fraksione, sot në për histori, pej kalumës, e sot ka ende, për shambull, që prej bazës të besimi tyne është me e shajt Ebu Bekrin edhe Omerin. Me e shajt kënë Ebu Bekrin edhe Omerin. Për shambull, pasust e shiizmit, shijat, fraksioni njërë, apo, ata e kanë në boshtin e besimit të tyne, me e shpallë, dalën feje në Bekrin e Omerin. Në ndush me besu që këta sënë musliman, da që ti me konë musliman. Për mëna ku ka shku, dhe më onë, fatkecisht, dalja e largimi nga rruga Muhammedit alayhi salatu wassalam. E kanë nga besimi i ty në ingusht, për shambull, akuzimi i grusë e pejgamberit Aishës radhiyallahu ta'ala anha, të cilin e ka pasru Allahu në Kur'an. Andaj në të më pas kujdes në besimin tonë, të në qështë të dishme, nga se për ta ka folë Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam. Për ta njës ka folë shpallja, e të në besujmë bindë shumë, palë këndë shumë, se këta njës më të mirë. E ndjekëm rrugën e tyne, i ngjallëm biografit, mësime që vinë nga jetë e tyne, i njohëm fjallët e tyne, mundohemi me kuptu fenë si pas kuptimit të tyne, nga se Ebu Bekri dhe Omeri dhe shokët e tjerë të pejgamberit alayhi salatu wassalam, me dëshmi të Kur'anit të ndërmëzëm, me dëshmi kuranore, jo dëshmi personale, jo, me dëshmi kuranore, e kanë kuptu fenë mësë miri. Prandaj kush do me kuptu fenë që duhet më madhë me kënë, me të partë, që e kuptu Abu Bekri, Omeri, pastaj gjeneratën e vijuse, se kurse kanë qenë imam të mdhaj, djetarët e njohër, si imam Ebu Hanife, rahimullah, e imam Shafiu, imam të tjerë, imam Ahmedi, rahimullah, imam Maliku, imam Bukhariu, rahimullah, këtë që po, ja lexojmë librin e kësë më radhë, këta në imam, këta në djetarë, këta në yjen qilë, që na e njohim rrugën e duhur, e ndjekim rrugën e duhur, për mes kuptimeve të tyne, që na kanë ofru të gatshme
interpretimin, e kuptimin, e komentimin e fjalëve të Allahut e fjalëve të pejgamberit alayhis salam. Se kjo është fjalë e madhe të ndërrozur. Kjo është fjalë e madhe. Me thonë pejgamberi, unë e besoj, beson Ebu Bekri dhe Omeri. Kjo është dëshmia tashmë e madhe. Prandaj të ndërrozur, edhe na duhet të qenë me zëri të lidhur që realisht kur unë garantoj për ty që ashtu më ndal. E kur ti garantoj për mua që ashtu më dal. Se një njeri në burr. Por kjo do sinqeritet, do përkushtim, kjo do me kontafort, por jo me dyshu. Për shembull, një jemi me vitet tona, falim bashkë xhami, vjen njerëz dikur të valla ku po filon me një vend të keq. Ai s'kon aty po, njerëz mashtrojnë. Që ti e ke pa, jo valla s'besoj kur. Në kufshë që janë gjonës çaj që të shkon. A vdon se ti je një njeri. Ama me të bëjnë njerëz në dyshim me herë, me një fjalë, me dy fjalë për njerin e afër që kitonin, ku është shoqënia, ku është mazillahu, ku është e kalumja. Ja, pret se pa në pa ta ku pa vetë unë s'besoj këtë. Mund smart. Ja ka pas në izorja diçka, ma çaj njeri çto fjalë që thot, çaj njeri që të vend nuk shkon. Unë e garantoj se bën ai këtë punë. Pse? Se dashnia për Allahut e bën këtë punë, lidhja e bën këtë punë, njohuria e bën këtë punë. Sikur se ka garantuar pejgamberi sa të kohë për Omer. Të qoftë, këtë e patë me thonë subhanallah, në mund kur njëri një diçka që është e habishme edhe e çuditshme edhe e treguam pse me thonë subhanallah. Buhariu e ka pranuar këtë edhe një hadith, ndërsa është pak më i gjatë, do ta komentojmë inshallah bindën në takimin e ardhshëm, edhe pse ky hadith sipas edhe shumë komentuesve të Buhariut rahimullah, te këtë libër e ka pranuar se ky hadith nështë më shumë ka lidhje me kapitullin vijus se me kapitullin që e ka përmendur te Buhariu këtë hadith, prandaj edhe ka një arsye me shtyp për kapitullin e ardhshëm inshallah transmetimin e këtij hadithi. Do të qoftë me kaq, person të Zotit ju shpërbleft, Allah na mbush të zemrën besim në atë që ka thënë Allah pejgamberi, e ne bëft Allah pasues të Muhamedit alayhi sallam me kuptimet edhe në rrugën e shokëve të pejgamberit se kurse është Abu Bekri, Omeri, Uthmani, Aliu radhiyallahu anhu, këta burra të mëdhenj të fesë tonë, në bashkëpunët Allah me ta në xhenet dhe në mëshirën e tij. Allahu shpëleft, u takofshim më herë për sot me kaq. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.